Vangeli sipas Lukës, kapitulli 19 dhe paragrafi 29. Vangeli sipas Lukës, kapitulli 19, paragrafi 29. Dhe si ju afrua Bethfagës dhe Betanias, afër malit që quhet I Ullinjvet, dërgoi 2 nga dishepujt e vet, duke u thënë: shkonin në fshatin përballë dhe kur të hyni, do të gjeni aty një karriç të lidhur, mbi të cilin nuk ka hipur kurrë njeri, zgjidheni atë dhe ma sillni. Dhe nëse ndokush ju pyet pse po e zgjidhni, u thoni atyre kështu: Zoti ka nevojë. Nevoja e Krishtit ishte një gomar. Ti për çfarë nevojash ke? Kjo është përulja. Nevoja e Krishtit ishte një gomar që të përmbush fjalën e Perëndis që është e shkruar. Dhe ata që ishin dërguar shkuan dhe gjetën ashtu siç u kishte thënë. Dhe ndërsa ata po e zgjidhin karriçin, të zotët e tij u thanë atyre: pse po e zgjidhni karriçin? Dhe ata thanë: Zoti ka nevojë. Dhe e prun pra te Jezusi, dhe mbasi I hidhnin rrobat e veta mbi karriçin, e hipën Jezusin mbi te. Se si shprehin tani përuljen e tyre dishepujt. Veshjet e tyre I hedhin mbi gomar. Nuk kishte sa marr, si ishte ulur kurrë njeri mbi atë karriç. E hipën Jezusin mbi te, dhe ndërsa ai ecte kështu përpara, ata shtronin rrobat e tyre në rrugë. Dhe kur ai ju afrua te poshtës së malit të Ullinjvet, gjithë turma e dishepujve filloi me gëzim të lavdëroi Perëndin me zë të lartë për të gjitha veprat e pushtetshme që kishin parë, duke thënë: bekuar qoftë mbreti që po vjen. Shikoni çfarë do të thojnë. Me vonë do të thojnë: kryqëzojeni atë. Kjo është drejtësia e njeriut. Shef mrekullit, dikun tjetër thot: vini tek unë jo se më doni, por që të hani, të ushqeheni, sepse ushqej 5.000 veta me pak bukë dhe pak peshq. Përse vim tek Krishti? Sot përse erdhëm në kish? Një gjë don Perëndia, sepse e duam Krishtin. Dhe nga që e duam Krishtin, duam edhe vëllezërit ton, sikur se Krishti na ka dashur. Ndryshe, nuk ka kuptim të vish në kish. Nuk ka kuptim. Bekuar qoftë mbreti që vjen në emër të Zotit, paqe në qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta. Dhe disa farisejnë që ishin midis turmave thanë: mësues, qortoj dishepujt e tu, sepse thojnë se bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, bekuar mbreti që vjen në emër të Zotit, paqe në qiell dhe lavdi në vendet shumë të larta. Ndaloj, thot dishepujt, nuk gëzohen pra për këtë që thojnë. Kurse Jezusi tha, duke u përgjigjur: unë po ju them se nëse këta do të heshtin, guret do të bërtasin. Dhe kur ai po afrohej, e pa qytetin dhe qau mbi te. Kujtoni kur pan të qajnë Maria dhe Marta, qau Jezusi me ta. Kurse kur pa qytetin e Jeruzalemit, kur po I afrohej qytetit, qau mbi te. Është në vitin 33 pas Krishtit, sepse në vitin 70 pas Krishtit nuk do të mbetej gur mbi te. Gur mbi gur. E dinte që do t'i ndodhte atij qyteti.
Dhe vetëm fryma e shenjtë mund të na drejtojë në çdo të vërtetë dhe të na zbulojë të ardhmet tona personale, të ardhmet tona familjare, të ardhmet tona në kishë, apo edhe të ardhmet e atë dheut tonë dhe të ardhmen e të gjithë faqes së dheut. Qau mbi te, duke thënë, o sikur ti, pikërisht ti të paktën ti, po, kjo fjala ti të paktën, ti të njihje të paktën në ditën tënde, ato që janë të nevojshme për paqen tënde, por fatkeqësisht nuk i njeh. Uroj ti njihje të dashur vëllezër dhe motra, e njohim gjërat për paqe që drejtohen ndaj nesh. Ato nuk i njoftën këto. Dhe erdhi shkatërrimi. O Zot, ndihmom të njoh se çfarë janë të nevojshme për paqen tënde. Do më thënë ato që do të bëj Krishti, princi i paqes në jetën tënde. Çfarë do të bësh o Zot? Dhe thot fjala e Perëndis, diçka që është për paqen tonë që presim, dhe ju lutem ta kujtojmë këtë. Ja, unë po ju them se do t'ju bekoj dhe duke ju bekuar do t'ju shumëzoj në qoftë se zbatoni Ungjillin e Jezu Krishtit, dhe kjo të jetë shpresa juaj e sigurt se në qoftë se qëndron, bindesh, nënshtrohesh me respekt përpara Ungjillit të Jezu Krishtit, Zoti ka për të të bekuar dhe për të të shumëzuar gjithmonë, sepse ky është betimi i Perëndis atë. Nuk e di gjendjen në të cilën gjendesh sot. Mund të thuash pikëllim, mund të thuash gëzim. Mund të jetë bekim, mund të jetë mundim. Por një është e vërteta. Betimi që dha Perëndia atë, ati që do të ruaj fjalën e tij, do ta zbatoj. U betova, thot, në vetën time, dhe nga që nuk kishte ku të betohej në diçka më të madhe, u betua në vetën e vet. U betova në vetën time, thot, nga që bëre këtë, i tha Abrahamit, dhe nuk e kursove birin tënd të dashur Isakun dhe shkove ta vrisje sipas fjalës që të kisha thënë. Kjo nuk ishte gjë e thjesht, ose nuk është gjë e thjesht ti nënshtrohesh fjalës. Dhe do të them, do ta bëje këtë që bëri Abrahami, në mëngjes heret të zgjohet, bashkë me urdhërin që i dha Zoti, të marrë Isakun, të marrë thikën dhe të shkojë të ngjitet në malin Moria, të bëjë flijim Isakun me një shpresë. Kjo është i gjithë sekreti. Me një shpresë, me një besim që Krishti më ka dhënë shumë premtime për Isakun. Shumë premtime, të ka dhënë premtime. I ka dhënë shumë premtime për Isakun. Tani më thot shko dhe flijoje. Atëherë pra, derisa më ka dhënë premtimet për te, unë do ta flijoj, por i plotfuqishmi Perëndi do ta rinë gjallë. Aleluja. Ma çfarë besimit ishte ky i Abrahamit? Çfarë vendimit vdekjejet ishte ky që mori? U betova në vetën time, se unë, o Abraham, ty, kam për të të bekuar, kam për të të shumëzuar pasardhjen tënde si yjet në qiell dhe si rera në breg të detit. Dhe këtë nuk ja thot vetëm Abrahamit, por ja thot gjithë secilit. Nga ne që nëpërmjet Jezu Krishtit morëm në duart tona Ungjillin e Jezu Krishtit. Ma çfarë bën Ungjillin që ke në duart e tua? Këto studio dhe në këto qëndro. Këto studio që të qëndrosh në ta. Dhe atëherë
përparimi yt do të jetë i dukshëm përpara të gjithë njerëzve. Do të kesh përparim në të gjitha gjërat, në gjërat personale, familjare, në punën tënde, kudo. Por ki kujdes tani se ku përparon. Ruaje veten tënde, biri im, sepse nga kjo vjen çdo ndërhyrje në jetën tënde. Zemra jon është tradhare dhe shumë e pabes dhe fryhet. Po sa më bekoj Zoti. Ja shif pra sa i bekuar jam. Zoti të na ruaj, vëllezër dhe motra. Perëndia të na ruaj. Nuk të bekoj, por hir bëri Perëndia në ty. Hir. Dhe do të vazhdoj të bëj hir nëse qëndroni për ulur. Nëse thua, ja shif se sa i bekuar jam, jo në zemër, jo me gojën tënde, por ta thuash me zemrën tënde. Atëherë Perëndia jep, por ta dim se dhe Perëndia merr. Për këtë arsye, o Zot, na fal. Na fal, o Zot, Perëndi, të lutem. Amen, vëllezër dhe motra. Gjë e madhe kjo. Për këtë arsye, kjo është shpresa jon e sigurt, që është speranca e shpirtit ton, që ikën nga shpirti jon dhe arrin deri atje lart, në fronin e hirit të Perëndis, dhe të mban të qëndrueshëm dhe të palëvizshëm në pranin e Perëndis, në bashkimin tënd me Perëndin. O Zot Perëndi, ki mëshirë për ne. Ki mëshirë. Unë u kam thënë se më vjen turp të them më beko, o Zot, sepse nuk ndjehem i denjtë për këtë. Por ajo që them është, ki mëshirë për mua, o Zot, sipas mëshirës sate. Sipas mëshirës sate të madhe dhe sipas dëmshurisë sate, ki mëshirë për mua. S'jam i denjtë për asgjë. Pali thot jam më i vogël i gjithë të shetërve, ma je më i vogël edhe nga unë pal, po edhe nga ti. Ma ti, pali, po për këtë është apostulli pal dhe apostulli kombevet. Sepse atë që ka të vën mirë në zemrën e vet është që të shoh tjetrin më të madh se veten e tij. Këtë tjetrin, të gjithë të tjerët. Një për një, të gjithë. Ai më të mirë se unë, tjetri më i mirë se unë, tjetri më i mirë se unë. O Zot Perëndi, na ndihmo që të kuptojmë për të gjërat, për paqen tonë që na presin. Të mos kemi domethënë shikime e përsëris. Këto studio në këto qëndro dhe atëherë përparimi do të jetë i dukshëm të këtë gjithë njerëzit. Ki kujdes pra zemrën tënde të mos mburret. Dhe kujdes edhe doktrinat e reme. Fjalët e kota dhe të pista, sepse të hanë si një gagren dhe bën njeriu të drejtohet për në mashtrim. Mos fol, por dëgjoj vetëm Krishtin. Çfarë thua? Flet, gjithnjë flas. Përse flet? Të kota të folurat, që kanë për të drejtuar, kanë për të na drejtuar pa tjetër në një mashtrim. Sepse në një shtëpi të madhe është e sigurt se ka jo vetëm enë prej ari dhe argjendi, por ka edhe enë prej druri dhe prej balte. Të njërat për përdorim të ndershëm dhe të tjerat për përdorim të pandershëm. Dhe tani pyetja e madhe është se unë çfarë jam, jo ai kush është. Të mos shoh tjetrin se çfarë është tjetri. Lutem për tjetrin, por Perëndia ta bekoj dhe ta shumëzoj tjetrin. Por unë o Zot, kush jam? Jam një i pa vlerë dhe i pa forcë. Dhe sikur më kishte thënë Zoti kur besova, një teneqe e ndryshkur, kjo je. Gjë e madhe kjo, vëllezër dhe motra të dashur. Do më thënë, më pak se zero. Do më thënë, asgjë. E beson këtë? Se je një asgjë.
Se jam një asgjë, mund ta them. Përse? Sepse po të them se jam një asgjë, atëherë Krishti do të jetë gjithçka në jetën time. Aleluja. Krishti do të jetë gjithçka në jetën time. Amen, vëllezër dhe motra. Uroj të njofësh këtë ditë gjërat për paqen që janë për ty, por tani të janë fshehur nga sytë e tu, sepse Perëndia i kësaj bote i ka vërbuar mendjen që të mos ndriçojë drita e ungjillit mbi ty. Pra djalli, Perëndia i kësaj bote ka vërbuar mendjen në njerëzve që të mos mund të ndriçojë drita e ungjillit mbi ta. O Zot, na jep besim, dhe sikur u tha Krishti, po të kishit besim sa një kokër të sinapit, as kaq besim nuk kemi. Do të thoshit këtij mali të shkulet dhe të hidhet në det dhe do të shkonte të hidhej në det. As kaq besim nuk kemi. Për këtë arsye ç'kemi të nevojshme? Kemi besimin të aktivizuar nga dashuria e Perëndis, që vjen nga dashuria e Perëndis atë në zemrat tona nëpërmjet frymës të shenjtë. O Zot Perëndi, na jep këtë besim. Besimi është shpresa e gjërave që nuk duken. Gjëra duke qenë të sigurta që nuk duken, por që i besojmë. Se shpresa jon është Krishti. Kujt te kush shpreson? Nuk dua të njoh gjë tjetër, thot apostulli Pali, përveç Jezu Krishtit dhe këtë të kryqëzuar. Asgjë tjetër nuk dua të njoh. O Zot Perëndi, dhe kur e lexova këtë, them, ma përse tha të kryqëzuar dhe nuk tha të ringjallur? Unë do të thoja, atëherë thoja, nuk dua të di gjë tjetër përveç Jezu Krishtit dhe këtij të ringjallur. Kjo është lavdia e Perëndis. Kjo është drejtësia jonë, jo, vëllezër dhe motra. Ajo që kemi të nevojshme është gjaku i Krishtit që u derdhët në kryq të Golgotës. Amen, vëllezër dhe motra. Gjaku i Jezu Krishtit që derdhet në kryq të Golgotës. Kjo është që na bën të na pastrojë nga çdo mëkat, na shëron nga çdo sëmundje. Gjaku i Jezu Krishtit. Kjo është lavdia ime, lavdia e Krishtit në jetën time. Gjaku i tij që derdhet në kryq të Golgotës për mua. Dua ta kuptojmë këtë, vëllezër dhe motër të dashur, sikur se ma tregoi dhe ma shfaqi Perëndia. A e din se përse u nënshtrova dhe u bëra si mallkuar në kryq të Golgotës dhe më gozhduan këmbët dhe më gozhduan duart dhe më vun kuroren prej gjembave në krye? E dini se përse? Dhe thash, për të gjithë ne, o Zot, u bë kjo. Jo për të gjithë ne, por për ty. E kupton vëlla dhe motër, për ty unë gjit në kryq të Golgotës Jezu Krishti. Për ty unë gjit në kryq të Golgotës. Ma dhe për të tjerët, jo, për mua unë gjit në kryq. O Zot Perëndi. Amen, vëllezër dhe motra. Për ty unë gjit, për mua unë gjit. Sepse do të vinë ditët, dëgjoni se çfarë ju thoshte atëherë dhe çfarë na thot sot ne. Sepse do të vinë ditët dhe armiqtë e ty do të të qarkojnë, do të bëjnë ledh, do të rrethojnë dhe do të zënë nga të gjitha anët. Do të rrezojnë për tokë ty dhe bijtë e tu në ty. Dhe s'do të lënë në ty gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur i e vizituar. Sa serioze është. E kuptoni, vëllezër dhe motër të dashur, nëse nuk e njohim sot kohën që na viziton Krishti, për ne çfarë do të bëhet për të ardhmen tonë? Rrëmbim dhe ti poshtë. Dhe thill pas kësaj do të shfaqet Antikrishti. Po, Zotit na ruaj. Damka, borit e Perëndis, plagët.
Sot të njohim kohën që na viziton Zoti. Sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Sot të mos mendosh asgjë, por vetëm Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Asgjë. Mos u gëzo për asgjë, por vetëm për Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. O Zot Perëndi, ta fantazojmë për pak këtë, vëllezër dhe motra. Ajo që më tha Krishti, por pastaj e fantazoja dhe e mendoja. Në trajt Perëndije duke qenë nuk mendoj të jetë të rëmbehet, sikur t'ja marrin që të jetë një me Perëndin, dhe duke marrë trajt shkreptori për kë? Për mua, për ty, dhe duke marrë trajt shkreptore u bë njeri i ngjashëm me ty dhe me mua. Dhe e përuli veten e tij, nuk erdhi që t'i shërbejnë, por që të shërbej erdhi. E përuli veten e tij deri në vdekje në kryq. Dhe duke u gjendur sipas trajtët si njeri, e përuli veten e tij dhe u ngjit në kryq të Golgotës. Ja mendoni të dashur vëllezër dhe motra, që nga nesër të vazhdojmë të lexojmë javën e fundit të Zotit. Tani të themi ato që tha të hënën e madhe, të martën e madhe, të ejtën, të premten, të premten kryqëzimi. O Zot Perëndi. Por një ka rëndësi. Në të gjithë sa bëri Krishti, një gjë ka rëndësi. Një person. O Zot, ki mëshirë për mua fajtorin dhe mëkatarin, kur të hysh në mbretërinë tënde. Tha mëkatari grabitësi. O Zot Perëndi. Kjo është fjala, vëllezër dhe motra. Falni, kjo është fjala që na jep Zoti sot. Ki mëshirë për mua mëkatarin, dhe thot të vërtetën, sepse në shumë jemi fajtor të gjithë. Ki mëshirë për mua mëkatarin. Kur të vish të rrëmbesh kishën tënde, më kujto dhe mua, o Zot. Dhe Krishti çfarë i tha? Sot, që doli nga goja jote, që kërkove më fal dhe mua mëkatarin, sot do të jesh me mua në parajs. Nga sot, vëllezër dhe motra, sepse jemi një brez i zgjedhur, një komb i shenjtë, një mbretëri priftërore, një popull që e zgjodhi për të deklaruar gjërat e pëlqyeshme të tij, të zgjodhi Krishti, të rrefesh Jezu Krishtin dhe këtë të kryqëzuar. Të jesh shembull i të krishterëve, shembull i tufës së Zotit. Dhe si do të bëhesh shembull? O Zot, ki mëshirë për mua fajtorin, për mua mëkatarin. Më fal, o Zot. Ne shumë jemi fajtor të gjithë. Leri të gjithë, unë, mua, o Zot, më fal. Shumë gabime bëra. Shumë mëkate bëra. Dhe sa kam për të bërë akoma? Ki mëshirë për mua mëkatarin, o Zot. Që të dëgjojmë dhe dëgjojmë sot zërin e Krishtit. Nga sot, o biri im, o bia ime, nëse doli prej zemrës sate dhe nga goja jote, nëse dolen këtë fjalë, o Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin. Dëgjojeni këtë, ju lutem vëllezër. Nga sot do të jesh me mua në parajs. Nga sot. Tani, nëse e thua nëpërmjet shpirtit tënd, o Zot, ki mëshirë për mua mëkatarin, dhe Krishti thot, nga sot do të jesh me mua në parajs.
Dhe unë them, e beson këtë motra ime, e beson këtë vëllai im, nga sot. Ma është në kryq të Golgotës, nga sot. Tani është koha e përshtatshme. Tani është dita e shpëtimit. Tani nëse dëgjon zërin e Perëndis, përuluni në krahun e shtrirë të Zotit dhe do t'ju lartësoj në kohën e vet. Dhe çdo shqetësim, harroj të gjitha sa të shqetësojnë, por hidhi tek ai, sepse Krishti interesohet për të gjithë ne. O atë të falemnderit për Krishtin. Amen. Aleluja.